Unë nis tipi me parashut, si një vrap edhe iku doli nga nadi, si ninja ai që e ka mbajtur. Iku mori malin. Si ç'betu. Është bërë ky vendi këtu Patongu, një biznes. Opa erdhi tjetri, shi sa zbriti njëri apo është më lart tjetri. Ka fush tjetër aviacioni. Ku vete a qyqe? Ka hipur del gjiro. Shi. Anyway, një biznes shumë i madh këtu në Patong, ku në perëndim, sidomos perëndim, po gati gjatë gjithë ditës, ka nga këta tipat hipin e zbresin tërkohën, bën lek të dunja, zvut këtu edhe vinë, njerëzit vinë për qefin e tyre, normalisht dhe mirë bëjnë qef, nuk themu që s'do të paguan sa i qef, po bëhet nami në këto orën e perëndimit. Shi, kërcet e futbollit këtu i futi një të qelluar ajo topit, e hodhi nga ana tjetër. Ira Bilbilit ky, këtej civilizimi hapu thot se kemi vend parkimi. Kurse andaj gjelbërimi, dalin gjarprinj. Shi, edhe në mes natyre rezort. Jep, gjitha unë flamurin shqiptar. Edhe një bashkëvlogas. Hapu i thot se... Si bërtasi. Go, go. Avanti. Iku ti atrás. Tre. Në shuan. Do vris në njeri ore. Si japën e ti. Këtej do të cerdi. Erdi furre e radhës, vim lek këtu. Vim, bilmi qaj bënu. Mendoj që mos të vime. Da se të qëllon në me ku. Ajo dhe të razvit jam. Erdi aqështë. Opa, u lëshuaj, shisi u varaj tipi. U 3 veta. Boh, njëri iku në ja, lëshuaj, iku kjo, aqe kështë. Po, tragedi. Shpejt zbrit të hipi i radhës se do bëjnë lek. Shpejt. E pas zbritur ai hipi i radhës tjetëri direkt. Si shpejt. Ka dalë dhe hëna.